Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslima ala sayyidina wa sayyidil khalq Abil Qasim Muhammad ibn Abdillahi Sadiq al-Wa'd al-Amin, wa ala alihi at-tahirin, wa ala ashabihi al-ghurri al-mayamin, wa ala man ihtada bihadyi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahumma amin. Falënderimet qofshin për Allahun xhelle xhelalu për çdo mirësi dhe begati të cilën na e ka dhuruar, na e dhuron dhe do të na dhurojë vazhdimisht, ku e lutim të madhnueshmin Allah që mos na privoj prej shijimit të begatisë madhe hyrjes në xhennet. Paqja, mirësia dhe begatitë të madhe të Allah qofshin mbi vulën e profetit dhe Hazreti Muhammedin alayhi salam, shembullin, modelin e mbar njerëzisë, veçanërisht muslimanëve, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbi mbarët ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku e lutim Zotin të na bëjë prej tyre. Para se të them një dy fjalë dhe unë, se i fundit e zbardh dhe nzi, e lutim Zotin në i zbardh dhe fytyrat e zemrat. Më kujtohet një rast se hoxha në lavdëroi shumë, inshallah Zotin na boft më të mirë nga që shmenojnë dhe ne i falë dhe ne i mbuloft ato të meta të cilat nuk ne i din tjetër kush vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Dikur në Yemen ishte i ftuar një hoxhi madh i Kuranit nga vendet e Shamit, nga Siria konkretisht. Dhe ai e tregonte për veten e tij, thot në kryeqytetin e Yemenit, në Sanaa, thot i ftuam, po fliste ai shumë, prezantuesi domethënë, ai shumë do të po më lavdronte, sa herë u ktheja thot dhe shifsha veten, valla për mua po flet. Thot dhe erdhi koha që me fal dhe namazin e yatsis dhe thot ai kemi nderin që namazin e yatsis na pri hoxha i Rum, hoxha më i madh i Kuranit, famlar i kënimeve në kohën e tij. Allahu më mëshiron. Thot dhe kur u futa me fal namazin e yatsis, unë gatrojsha në surën Fatiha. Mos e marrova thot atë namazin, u ktheva nga xhamati dhe i thash, "Ky jam unë." Jo ai që foli hoxha pak më parë. Ne i lutim Zotin që në gjuhën tonë inshallah të flasin vazhdimisht drejtën për hatër të madhnisë së tij, jo për hatrin tonë. Unë ligjërimet e mia them drejtën nuk është se përgatis diçka konkrete. Kjo për arsyet e mia personale. Ne jena mes vëllezërish, nuk kemi ardhur domethënë tregojmë ato përgatitjet tona. Inshallah qofshin përgatitjet tona vepra, punë, jo fjalë. Kjo është e para e gjithave. Duke ardhur po shifja një tabelë që na kish kujtu Bashkia gëzuar Ramazanin. U bë një urim që e shoh për disa vite me radhë, që është e vërteta, ose urim që e përdorin dhe muslimanët. Dhe kam menduar vazhdimisht me veten që ore thuhet gëzuar Bajramin, gëzuar Kurban Bajramin, çfarë më gëzuar në Ramazan? Me menje, ndërkohë që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë lisaimi farhatan, dy gëzime i ka i agjëruesi, njënin kur të bëjë iftar dhe tjetrin kur të takohet me Allahun xhelle xhelalu. Kur të bëjë iftar kënaqet trupi dhe kur të takohet me Allahun ka për të kënaqur trupi dhe shpirti, nëse Allahu e ka pranuar agjërimin prej atij. Agjërimi është ajo vepër e cila është specifike këtij ummeti. Sikur se përmendi dhe hoxha, agjërim kanë pas egjiptianët, agjërim kanë pas të krishterët, hebrejt, ose kanë, më mirë themi, dhe arabët të cilët pasonin dhe ndiqnin hebrejt në pak a shumë në adhurimet e tyre, pra kishin ndikimin hebrej, përpos zonës së Yemenit të cilët ishin të krishterë. Kur erdhi pejgamberi alayhi salam si profet dhe u dërguar profet pikërisht në këtë muaj dhe ju shpall Kurani pikërisht në këtë muaj, nga fjala Ramadan. Ramadan për herë të parë ja ka vënë emrin Kulejb ibn Murra. Ai e ka quajtur me këtë emër. Kilab ibn Murra, ai e ka quajtur me këtë emër. Dhe e ka quajtur për një arsye të vetme, sepse qëlloi që ishte muaj tepër i nxehtë. Dhe e miratoi profeti sallallahu alaihi wasallam me emërtimin e këtij njeriu që e quajti muaj tepër i nxehtë. Ndërsa zotria jonë i nderuar Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, kur vinte Ramazani thonte një fjalë të tij,
Marhaban bi mutahhirina min adh-dhunub, mirë se vjen pastruesi jon prej gjunaheve, prej mëkateve. Mirë se vjen. Dhe ne vazhdimisht jemi mësuar që të themi miku i në Ramazani, por realisht jemi ne miq të Ramazanit. Sa prej vitit kalu nuk i ka zonë në Ramazani. Ato ishin miq, ne jemi miq në këtë dynja. Sa prej atyre nuk i ka zonë ose nuk i zën në këtë vit, ndërsa Ramazani vjen sërish në kohën e tij. Dhe miku ka norma se si duhet të qëndrojë, ndaj dhe Allahu xhelle xhelalu ka vendosur norma për atë agjërimin. E ka veçuar Allahu subhanahu wa taala pikërisht këtë agjërimin në mesin e adhurimeve të tjera, duke thënë në hadithin qudsi, kullu amal ibn Adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Thotë çdo vepër të cilën e vepron njeriu e ka për veten e vet. Madje dhe agjërimin, me patjetër. Përpos thot agjërimit, ai është i imi dhe unë shpërblej për të. Vallë përse e ka veçuar agjërimin në mesin e adhurimeve të tjera, ku ne nuk diferencojmë midis namazit dhe agjërimit, namazit, agjërimit dhe zakatit apo haxhit, midis gjitha shtyllave të Islamit. Sepse agjërimi është ajo vepër e shpirtit totalisht. Ti mundesh me u fal zotëruj në përsye për faqe, por nuk mundesh me agjëru dot përsye për faqe. Mund t'i thush tjetër që e agjërushëm për ke ngrënë dhe ke pirë, ndërsa mund të falësh përsye për faqe, mund t'i japësh të kontribosh përsye për faqe, por të agjërosh përsye për faqe jo. Agjërimi ka disa mesazhe për ne. Agjërimi është muaji i njerëzillikut mbi të gjitha, që na fton, është një thirrje që na drejton Zoti, që ne t'i flasim vetes se çfarë jemi. Sikur se ka thënë Ebul Atahi, poeti i shuar arab, ku një ditë prej ditësh vjen kalifi dhe i kërkohet te këtij që t'i ngrihet në këmbë, në shenjë respekti kalifit, dhe ai nuk lëvizi. Tha kur e pyetën dhe i thanë nuk e din se kush është ky? Tha patjetër që e di. Përkundrazi unë e njoh, ju nuk e njihni. Ky është ai tha që fillimin çfarë ka njeriu? Pikë za ujë. Fundi i tij tha është për të çuditur që njeriu është ndër gjallësat që merr erë më shpejt se të gjithë tjerat kur vdes. Ndërsa përfundimi i tij tha është një kufon e cila të qel me erë, qofsh më i miri. Nis dhe merr erë. Tha kalifi tha vetëm ky më ka njoh. Ndaj agjërimi neve na fton pikërisht për në këtë mesazh, që mbi të gjitha jemi njerëz, na bashkon një qëllim i vetëm që është arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na tregon e thotë, në xhennet është një derë, emri i së cilës është Rayyan. Prej saj thot hyn vetëm agjëruesit, Allah na bëj prej tyre, dhe nuk hyn askush tjetër përpos tyre. Dhe kur përfundojnë ata agjëruesit, ajo mbyllet. Rayyan do të thot me shuetjen. Pra o ti që je et për hatër të Allahut, shuaje etjen pikërisht në ato çaste, ku e lutim Zotin na mundsojë ne familjeve tona, dashamirëve tan, të hyjmë nga ajo derë dhe nga thirremi nga mbar dyert e xhennetit. O vëllezër e mi, agjërimi na mëson falënderim ndaj Zotit, që të jemi vazhdimisht falënderues. Mua më kujtohet një rast, isha i ftuar në Itali nga viti 2018, në një qytet në Borgo Manero, në veri të Italisë. Atje ishte imam një senegalez, një njeri goxha i përgatitur që të them drejtën, më vinte dhe turp të flisja para tij. Për moshën, për përgatitjen që ai kishte dhe për gjuhën italiane që ai e zotronte, ndërkohë që unë flisja arabisht dhe ai e përkthente në italisht. Dhe pash në mesin e tyre ishte edhe një italian, pra binte në sy, pasi shumica e njerëzve atje janë arab, të cilët praktikojnë fenë e tyre në perëndim. Dhe ishte edhe një italian ku ai më tregoi dhe historinë e tij. Tha ky italiani ishte inxhinier hekurudhor. A e dinte se si është bë musliman ky italiani? Falënderimi, durimi, mirësjellja. Tha ky në punë tha i kishte të gjithë, po themi një pjesë e mirë e atyre punëtorëve me kombësi arabe.
dhe qelloi tha që ishte agjërimi ngusht, për të një shpejt, para 10 viteve, apo diçka më shumë. Dhe tha, ai qëndronte në atë zyrën e tij me ajër të kondicionuar dhe shihte që ata gjatë gjithë ditës nuk konsumonin asgjë, nuk kishte dëgjuar kurrë tha për Islamin. Ndaj me mirë sjellje tha u mbush nga 2 shishe ujë të ftohtë nga frigoriferi për t'ia dhënë për të pirë. Sepse i shihte tha që nuk kishin as ujë për të pirë dhe as diçka për të ngrënë. Tha dhe ata i thonë, ne jemi agjërushëm. Dhe i pyet, më fal si u kam pyet asnjëherë, thotë, sepse kemi pas vetëm marrëdhënie pune. Që shkruaj agjërimi dhe kujt feje i përkisni ju. Thotë, ne jemi musliman dhe agjërojmë për hatër të Allahut. Thotë, ky zotnia tha, i tingëllon kjo fjala jemi musliman dhe agjërojmë për hatër të Allahut dhe agjërim do të thotë ndër të tjerë për t'ia shpjeguar atit, privimi nga ngrëna dhe nga e pira, nga agimi deri në mbrëmje. Tha dhe nisa të kërkoj rreth Islamit. Për 2 vite me radhë duke lexuar rreth Islamit në mënyrë autodidakte. Dhe në krye të 2 viteve tha na erdhi në xhami para namazit yatsis dhe më thot kush është hoxha këtu? Tha mendova se mos ka ndonjë ankesë për zhurmat e ku ta di unë. I thash urdhra. Tha kam ardhur të bëhem musliman. Tha dhe nisa ti tregoj se çfarë duhet bëj, tha të lutem zotëri, tha fola qartë. Kam ardhur të bëhem musliman. Se kam 2 vite që mësoj se si duhet të bëhem musliman. Kam marrë gusul dhe kam ardhur thjesht të deklaroj shahadetin. Tha i bëra me dia atyre xhamatlive që do ta vonojmë pak namazin e yatsis, edhe pse ishte vonë, për të na treguar ky zotnia pasi ta shprehi shahadetin në syt tonë se çfarë kanë nxit për në Islam, dhe pasi e tregoi ato historinë e tij, tha ndër të tjera, besimtarë të cilët i përkasin kësaj feje, që pranojnë të lënë dëshirat e tyre për hatër të dikujt, me patjetër që kjo fe është hak. Dhe ky dikush i thotë ky duhet të jetë diçka hyjnore që jemi ne në kërkim të tij. Agjërimi të kalit me durim, të mëson falënderimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, të fton në unitet. Ne këtu të gjithë vim nga familje të ndryshme. Dhe kur të shkojmë në tokë dhe t'i dorëzohemi dheut, nuk do të marrim titujt ton. Madje ai qefini është një copë e bardhë, si për të na treguar se ashtu duhet jetojmë një jetë, me bardhësi. Në çastet kur ne varrosim dikënd, përpiqemi t'i largojmë ato që i shohim si gur, apo pisliqet ndryshme që mos të binë aty tek varri, ndërkohë që ne duhet ishim kujdes për marrëdhëniet gjatë jetës tonë me tjetrin. Ndaj dhe profeti alayhi salam kur flet për agjërimin, çfarë thotë? Idha kana yawmu sawmi ahadikum, kur të jetë ndonjëri për ju agjërueshëm, të mos flasi fjalë të pahishme, mos i thyj zemrën tjetrit. Edhe nëse dikush e cënon, ai le të thojë, unë jam agjërueshëm, dhe e cilëson profeti alayhis salam 2 herë. Përse 2 herë? Për t'i treguar, sepse të gjithë ne jemi ftues në këtë fe, por duhet jemi ftues me veprimet tona. Ajo që për ty nuk vlen, për tjetrin e ka të domosdoshme, e ka si ajri që thith. Tregohet në një ndër vendet arabe, ndër vendet e Shamit, se ishte ditë e Bajramit. Dhe ato në ditën e Bajramit kanë një zakon që mëngjesin ta presin e hanë me bath të zime. Ne zakonisht kur është e një mund ta konsumojmë pak, në të kundërt e përdorim për paktinë. Ndërsa ato e kanë ushqimin bazë dhe e zinë dhe e shoqërojnë domethënë me disa rigon, me disa gjëra kështu me kokra, dhe ishte thot ditë kur bën Bajrami. Ai ishte pranë dritares së tij, thot handa ato bathët dhe i qironte ato lëkurat i flakte nga dritarja. Dhe thonte me vete, pra i fliste vetes, ai e tregon për veten e tij. Thot i fliste vetes dhe thonte, po pse kështu është Bajrami? Gjithë han mish sot, ndërsa unë jo mish që s'kam me ngrënë, po rrie ha këto bathët. Thot dhe pasi e përfundoi atë pjatën që ja kishte servir bashkëshortja e tij, thot u ngrit dhe tha po dal ndonjë vizitë paktën të marr në një sevap.
se për këto tjerat po e shoh se çfarë Bajrami po kaloi. Thotë dhe u habit që tek parvazi dritares tij, aty ku ai po e flakte diçka që nuk vlente më për të, dëgjon dhe sheh me sytë e tij një person i cili mblidhte lëvozhgat, i hante ato dhe thonte falënderimit qoftë ty o Allah, që më çove rrezik dhe sot. Këtë na mëson neve agjërimi. Na mëson se rreziku vjen prej Allahut. Ashtu siç mund të qëndrosh gjatë ditës për një muaj me radhë, kush është ai i cili mund ta agjërojë një muaj me radhë nëse nuk agjëron për Allahun? Nuk mundesh asesi. Ndaj është vepër e veçantë agjërimi, sepse është vepër e brendshme. Ai është një çelës i cili të hap dyert për në të ardhmen. Ai është një muaj gëzimi, ai është një muaj falënderimi, ai është një muaj mëdhërimi, ai është alternativa të cilën na e kalon Allahu xhelle xhelalu të hapur për të na mësuar se të tillë duhet të jemi gjatë gjithë jetës tonë. Jo me patjetër të jemi të tillë se duhet të agjëru çdo ditë, por duhet të agjëru çdo ditë me veprat tona, me gjuhën tonë, me gjymtyrat tona. Duhet të jemi vazhdimisht agjërueshëm. Ashtu sikur se lodhet trupi gjatë ditës dhe në darkë pushon kur ai e arrin atë agjërimin, atë vaktin e iftarit, ashtu duhet të jetojë dhe besimtari gjatë jetës tij për të arritur ditën e kënaqësisë së Allahut. Vjen një çast që ne gjithë do të largohemi me hir dhe pa hir nga jeta e kësaj bote, se nuk kemi ardhur me dëshirë që të largohemi me dëshirë. Por në ato çaste, o vëllezërit e mi, a e keni menuar ndonjëherë? Kur lind një fëmia qan, dhe pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar se atë e ngut ose e ngacmon shejtani. Mirë, por realisht ne në ato çaste qeshim, të gjithë rreth tij janë të gëzuar. Zoti inshallah mos privoft askënd dhe i dhash durim kujdo që e ka privu, se dha atë që e ka privu për të mirën e tij, me patjetër. Thotë dhe ne nuk e kuptojmë se pse ky fëmijë qanë dhe ne qeshim, por dim se përse qeshim. Ne duhet punojmë për ditën kur tjerët do të qajnë në mënyrë që ne të qeshim. Se të gjithë dashamirët qajnë për robin që e humbin. Mirë, po ti duhet punosh për atë ditë në mënyrë që të qeshësh ndaj adhurimet e ndryshme, me namaz, me agjërim, me këndim Kurani, me sadaka, me dhikër. Të gjitha do të vinë dhe do të dëshmojnë tek Allahu subhanahu wa taala për ne në ditën e gjykimit. Do të përmend një dy histori tregime të shkurtra rreth Ramazanit, të dyja janë qesharake, por kanë mesazhin në veten e tyre ku gjithsej i cili e merr me vete. Thotë një herë një kohë një person shkon dhe pyeti hoxhin, thotë hoxh, isha agjërueshëm dje. Agjërim jo farz, kuptohet, por edhe në qoftë farz, po flasim që ai ishte në agjërim jo farz, thotë isha agjërueshëm dje. Dhe gruaja kishte gatuar diçka të mirë ke shtëpia, harrova tha, hëngra. Po mos u shet sot thotë hoxha se ta ka thënë Allahu xhelle xhelalu, ke ngrënë e ke pirë, rrezik prej Allahut. Thotë vjen pas një disa ditë dhe thotë hoxh, thotë prap nisem me agjëru. Po bashkëshorët e kishë gatuja mëlsin të mirë, se hoxhën e i përmeni fort me 3 leçe baklava. Prap thot harrova. Po mas u piklor, vlla, thot se ta ka thënë Allahu. Vjen pas disa ditëve dhe sërish përmend një histori të tillë, një tregim të tillë. Thot o vlla, disi është puna me ty. Ti thot kur ta gjërosh ti nuk ke problemin se harro. Lidhi durët më vlla, se ti e pasë problemin me ushqimin. Lidhi durët dhe agjëro gjithë ditën kur ta bësh niyet me agjëru. Shikoni se sa e lehtë është feja jonë. Për gjithë shkat ka dhënë Allahu zgjidhje. Agjërimi duhet të jetë për ne një urë e cila të shpjen nga dynjaja direkt për në portën e Rejjanit, Zot na e bëj si të tillë. E dyta ka të bëjë me një dietar të madh, ndër dietarët e këtij ummeti, Abu Hanife an-Nu'man rahimahullah, i cili një natë prej netësh ose një ditë prej ditësh teksa ishte në ligjërimet, në mësimet e tij të zakonshme, thot shifte para vetes, ishte i ul për tokë, mirë po i dhimbte gjuri dhe donte me shtri, po i vinte turp se para vetes përballë me të kishte një plak tepër të mëshuar me një mjekër të madhe dhe të bardhë. E shifte atë plakun vazhdimisht, donte
me shtri komën si I dhim të gjuri. Kjo mu kujtu se mu personalisht më dhem gjuri, dhe kur e pash thash mos hoxha pas ka për të na ul për tokë. Thot dhe një çast duke komuniku, duke fol pikërisht për agjërimin, e pyet plaku dhe I thot, sepse ishte tema që agjërimi fillon me agimin, pra me fillimin e agimit dhe përfundon me perëndimin e diellit. Dhe I thot ky plaku, hoxh thot, po nëse nuk perëndon dielli si me ja bo. Nëse nuk perëndon dielli dha. Shtri herë komën e Abu Hanifja dhe se mos ne t'jap gjevap në ty dhe po ta shtri komën një herë se marova. Pra se ishte duhet net me respekt madh. Agjërimi na mëson të solidarizohemi me njëri tjetrin. Na mëson se si ta mëshirojmë njëri tjetrin, me të vogël e me të madh. I shef domethënë dhe fëmijët në shtëpiat e muslimanëve që alhamdulillah nga dita në ditë vetëm se shtohen ato radhët e agjëruesve. Vallë pse? Sepse agjërimi është një vepër e cila përjetohet me shpirt, nuk përjetohet me barkun bosh. Ka prej tyre të cilët vallahi majnë dieta më të forta se sa ne që agjërojmë, por e bën për një qëllim tjetër, ndërsa ne dieta jon është e qartë, është një dietë që ka synim arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Ndaj gjithmonë domethënë ligjëruesi kur ligjëron, kur flet, ai flet vetes. Mos mendoj dikush se unë apo dhe hoxha që më parapriu mu po ju fliste ju po I flet vetes realisht, sepse ai ka nevojë për ato fjalë. Hoxha e lidhi që hoxhallarët domethënë dhe politikanët kur e kapin mikrofonin nuk e lëshojnë, ndërsa unë do të them një shembull prej ne nga kam mësuar në Sham në Siri. Ato thojshin domethënë hoxhallarët mos I jep grus telefonin e as hoxhës mikrofonin, nuk u merreshin me politikan. Dhe unë them vazhdimisht që o Zot, mos I bë fjalët e hoxhallarëve si fjalët e grave. Zoti ju rujt gjithëve, ju gjet shnoshe mirë, ju dhash Zoti të mira pafund. Na mundsoft Allahu subhanahu wa taala që ta arrijm, ta shfrytëzojmë, ta agjërojmë ashtu siç duhet dhe të dalim prej të fitumve, prej atyne që I kanë liru emrat e tyre dhe vetet e tyre prej xhehenemlive. Amin. Dhe lut Allahun ashtu siç na ka mbledhur këtë natë, në këtë vend mrekullueshëm, në shoqërinë e këtyre njerëzve të mrekullueshëm, na mundsoj që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, të mblidhemi për t'i kujtuar këto net në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.